Në mjediset e bibliotekës Marin Barleti u përkujtua 85 vjetori luftës së Gurit të Kuq në Dukagjin, një ngjarje historike ku humbën jetën 6 djem nga shoshi të vrarë dhe të groposur gjatë përplasjeve të luftës italo-jugoslave. Në atë periudhë, territori i Shkodrës u përfshi drejt për drejt dhe u bë viktime kësaj përplasje gjeopolitike mes dy shteteve. Historiani Prel Milani theksoi rëndësinë e kësaj ngjarje dhe sakrificës së banorëve të zonës. Është një luftë anti-jugoslave. Është një luftë të çuditshme që lidhet me konjunkturat gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë kohë nga Anglia u nicia një aksion i madh politik në Shqipërinë e Veriut, në 3 drejtime, nga Dibra, nga Dukagjini dhe nga Malësia e Madhe. Qëllimi ishte me godit forcat italiane në prapavijën greke gjatë luftës italo-greke. Në Shqipëri në Dukagjin kaluan 2 divizione të ushtrisë jugoslave dhe nga periudha 8 prill deri me 23 prill kanë qëndruar në Dukagjin, janë fushuar aty, kanë fatkeqësisht kaluan në veprime plaçkice dhe grabice dhe populli i Dukagjinit fillimisht ka nejt indiferent, nuk është përzi, nuk u bë krahas me italianët as me jugosllavet, por në momentin kur forcat jugoslave filluan grabitjet, plaçkitjet, therrjen e baktive gjeve gjalla, marrjen e pasurisë të kotecave të drithit dhe ç'është më e keqja, vrasjen e 6 shoshnjanëve, 1 qaftë agrit dhe 5 në darkë të shoshit, të cilin pa vdekur ala i graposën gjallë, veri që popullit kalonte në revolt. Sipas Milanit, këta burra nga shoshi meritojnë të shpallen heronjtë të dhellë dhe të paktën të nderohen me ngritjen e një memoriali ku të vendosen kurora me lule në përkujtim të tyre. Është detyra jone përbashkë në radhë parë ta përkujtojmë. Pushteti lokal dhe pushteti qendror nuk është zot që me përcaktuar se cilat ngjarje historike do të hynë në kalendarin e festave dhe cilat jo. Fatkeqësisht përkujtohen, duhet përkujtohen ngjarje historike, po përkujtohen ngjarje konfliktuale politike në Shqipëri që përdoren për qëllime politike, që ngjallin përçamje dhe lehet kjo që s'ka asnjë konflikt me kërkën dhe nuk ka një lapidar ku me i vuni kunor. Nuk ka një memorial. Nuk janë shpallë dëshmorë asnjë nga luftëtarit. Lufta e Gurit të Kuq e zhvilluar në vitin 1941 solli pasoja të rënda në jetën e banorëve dhe në ekonominë e zonës. Banorët e Dukagjinit në kushte të vështira u përballen me pasojat e konfliktit dhe mbrojtën trojet e tyre gjatë përplasjes me forcat jugoslave.